2.5 trilion investime në mbrojtje vitin e kaluar. Është një rekordi pa parë më herët. Ndër vendet që më shumë të rritje të investimeve në mbrojtje është Gjermania. I asaj Gjermania që për 10 vjeçar nuk ka investuar 2% që në famë që në GDP-s në NATO. Si duket janë mençuruar ata? Jo, si duket e kuptuan që pas asaj që tha Trumpi që harrojeni se ju do vazhdoni të bëni gallat me parat e mia, duke patur parasysh që Amerika e ka buxhetin e mbrojtjes 1 trilion. Këta gjithë bashkë nuk shkojnë sa 30% që Amerikës. Është e qartë që do vi momenti që duhet bëjnë detyrat e shtëpisë normale. Si janë ekonomia e parë e Evropës dhe vazhdojnë të kenë shpresën që do t'i ruajë tjetër kush, do t'i mbrojë tjetër kush. Normale, është gjë më normale që mund ndodh. Mund të rikthehet Gjermania në Gjermaninë e famshme me gati 90 miliardë euro investime në industrinë ushtarake? Le të shpresojmë. Deri tani që flasim, kemi parë një, çojmë çdo bëj qeveri e re, po deri tani që flasim, kemi parë një Gjermani e cila nuk ka paguar në 10 vite 2% e famshëm të prodhimit të përgjithshëm bruto si detyrim për NATO-n. Dhe jo vetëm Gjermania dhe vendet tjera të BE-s. Le të shpresojmë që kjo gjë ka ndryshuar. Megjithatë, pyetja ime është ku do gjejë Gjermania ushtarët? Përveç separat. Ti ishe në Gjermani dhe mund të na tregosh se ku? Do t'i gjej nga Afganistani, nga Iraku, nga Pakistani, nga Bangladesh. Është një shtet i madh është. Po është një shtet që varet nga emigrantët tashmë. Në rregull, nëse ata morrin në shtësinë gjermane, ata janë gjerman. Tashi, mos më thotë mua që ata gjerman, domethënë shqiptarët e Kosovës do luftojnë për Gjermaninë njësoj si do luftonin për Kosovën apo shqiptarët e Shqipërisë. Unë kam dhe vllajën dhe motën në Gjermani, të garantoj që një vllaj... Ata kanë ushtri profesionale, të cilat... Po ky është problemi pra, në këto lloj luftash nuk ka ushtri profesionale, se ta kam shpjeguar Bakhmutin, ku vdiqën 30.000 rusë dhe 50.000 ukrainas në 6 muaj, cili vend i Bashkimit Evropian është gjendje ta përballë një kosto të tillë njerëzore. Vështirë se mund të gjesh. Se nuk do jenë robotët që do luftojnë, do jenë njerëzit, po këtë prapë të them. Pra, çështja e vetëdijsimi i BE-s, se sa e rëndësishme është NATO dhe që NATO nuk është njëjë që me ta quajtur në smart defense që ka pas atëherë NATO, është që kemi të bëjmë me këtë gjë që o do kesh ushtri ose s'do kesh ushtri. Pse kur të pyes për Evropën bëhesh pak nevrik kështu? Jo, po sepse unë nuk bëhem nevrik, se s'kam nevojë që të bëhem nevrik. Çështja është që mashtrimi është publik, është i madh. Mashtrimi publik deri tani ka qenë i madh. Pra, u desh që Amerika të thoshte harrojeni se unë do të sjell më amerikanët të vritën, harrojeni se unë do ju jap më para, harrojeni se unë do ju jap më armë në mbrojtje. Pra këta i pas kanë pas lekët, po duan i bën. Pra nuk i kanë bërë qëllimisht. Kjo është Gjermania për cilën ti flet, kjo është Gjermania që ka ndërtuar 2 gasjellës me rusët, apo jo? Po. Kjo është Gjermania. Njëri i cili është jo funksional. Shiko, koha 3 vitet e luftës tregoi që gasjellësat nga Rusia në Evropë janë funksional dhe Evropa për ditë ka marrë gaz nga Rusia, apo jo? Po. Edhe me çmime të larta. Edhe më shumë. Edhe me rubla. Pra, ishte një rritje si vetë. Pra, ç'është e vullnetit. Shpresojmë që Gjermania ta ketë vërtet, siç duhet ta kenë edhe këta tjerët. Po, mbi të gjitha duhet shohin në një rast lufte ku do marrin ushtarët, se unë vështirë se e shoh që ka ushtarë në perëndim në Evropë pak, nuk kupton se. Sigurisht ju flisni për arsye të shkaqe demografike të cilat Shiko, unë kam një edukim ushtarak me met. Po. Ky është edukimi im bazë. E qartë. Baza numër 1 është shkaku demografik. Në luftë duhen ushtarët. Kosova, që është një vend që ka kaluar luftën para 26 vitesh, 27 vitesh, ka dhënë një sakrificë të madh në kontribut njerëzor për të marrë. Janë vrarë gati për 2-3 vjet janë vrarë gati 30.000 njerëz Kosovë, mes civilëve dhe ushtarëve të UÇK-s, sepse konsiderojmë të vrarë edhe vrarët në pjesën serbe, nuk është se ata s'janë vrarë, ata njerëz janë. Pra, kur ke luft, ka të vrarë. Dhe kur ke luft, duhet përgatisësh popullsinë për lufta të tilla. Dhe kontinenti evropian, duam ne, kanë kaluar mbi 80 vjet që s'ka luftë. Lufta nuk është vetëm çështje filmash edhe reklamash televizive. Lufta është çështje reale. Duhet përgatitesh me ekonomi, me spitale, me energji, me gjithçka. Tash nuk është se evropianët nuk janë mësuar me lufta, kanë marrë pjesë në Irak. Që po thua, të hapëm këtë emision duke pas ju bloku Spanja dhe Portugalia se iku energjia elektrike, ti thu luftë evropianët.
Të lutem, të keqe. Po flasim për Po ku? në kontekst historik të... Ka mbi 80 vjetë, pra mbi 80 vjetë që s'bën luftë. Mbi 80 vjetë, ikën energjia elektrike në Spanjë dhe Portugali dhe blokojnë njerëzit. Ai pemi së të tu. Histori nuk janë shumë edhe... Ka vite, Evropian të ishin në Irak, në Afganistan, Edhe fituan,